E bujshme, një nga drejtorët e Pentagonit të projektit më të rëndësishëm të studimeve të ufologjisë deklaron haptazi. UFO-t janë real dhe unë ju jap prova. Tani më ndiqni me kujdes. E prisja prekosh këtë deklarat, por do t'ju them se përse dhe pse po e bëj tani, sepse kisha vendosur që të bëja një video duke e ilustruar me disa video dhe me disa foto. Mirë po, dua që t'jemi pari në këtë deklarat. Kjo deklarat është bërë para 3 javësh, por është shfaqur nuk ka pak ditë dhe unë doja t'ja të tregoj se kush është shkencëtari që është marrë direkt me këtë, padyshim shumë për ju që i kanë parë ato videot e fundit të Pentagonit apo disa materiale të tjera të paktën të viteve të fund, duke filluar që nga viti 2021. Këto pra janë ato që ka analizuar pikërisht ky shkencëtar. Dhe tani po ju them se si kanë shkuar ngjarjet dhe pse deklaron haptazi që UFO-t ekziston. Dhe a ekzistojnë vërtet? Më ndiqni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashk. Zotëria quhet James Lackansky. James Lackansky. E gjeni, një zotëri me syze, një zotëri shumë zotëri, sepse Lackansky që prej kohërave kur u fut në Pentagon nuk tha as gjysmë fjale dhe thot kohët e fundit, thot nuk duhet thot që të studiojmë të, sepse kjo ishte motoja e tij. Nuk duhet thot që të studiojmë thot metalin apo se si janë bërë UFO-t, por duhet të studiojmë thot si shfaqen dhe pse shfaqen këtu. Kjo është pika bazë. Dhe tjetra ajo që më bëri më shumë që të dridhesha është të mos studiojmë UFO-t, mos të mundohemi që të studiojmë UFO-t dhe metalin e tyre, por të kuptojmë dhe të studiojmë mes njerëzve në këtë planet. Përse e ka fjalën? Çfarë do të thotë të studiojmë edhe të zbulojmë mes njerëzve? Përse bëhet fjalë? Tani më ndiqni me kujdes. Tani padyshim shumë prej jush keni parë këto deklaratat e këtyre ufologëve. Më ndiqni me kujdes sepse kjo është një nga ato videot që do të bëj me të vërtet, do të mbetet në histori, do t'ja u them se përse. Atëre, jo sepse e tha ai, por më në fund e than në mënyrë shkencore. Derisa e thot Nadir Mura ose ndonjë tjetër konspiracionist, nuk është asgjë. Por kur e thot një shkencëtar ndryshon gjërat dhe do t'i them se çfarë ka thënë James. Atëre, duhet të dini që keni parë shumë, thash disa intervista dhe njërin prej këtyre e keni parë, një mjekër të vogël vetëm këtu, quhet Luis Elizondo. Luis Elizondo ka qenë një, le të themi, një drejtor i IND dhe njëkohësisht ka qenë edhe jo drejtues, por ekzekutues i këtyre objekteve UAP. Pra së bashku me James Lackansky. Dhe e kishin ftuar sepse ai punonte në Irak dhe në disa vende tjera, ka qenë si shkencëtar sepse ka studiuar biologji. Pra biologji ka studiuar Luis Elizondo. Dhe ai e thot publikisht që fillimisht punonte për këto thot me 3 sigla, për shembull CIA, FBI e tjerë. Dhe për IDN ai filloi që të punonte më vonë, pas vitit 2008. Por përpara ai kishte marrë pjesë në disa luftra në disa vende dhe për sa i përket UFO-ve për të as nuk ekzistonin. Në fakt në 2008, kur e thërritën që të shkonte te ky Lackansky, tek profesori, sepse është një profesor, ai mendoi se ishte një shaka. Në fakt kur thotë që më ftuan aty thot për të folur dhe në fushën tonë thot para të sigurimit thot, ne nuk mund të pyesim dot thot paraprakisht, duhet të ndihmojmë thot njëri tjetrin për të ecur përpara. Dhe kur shkova atje thot ishte krejt rastësi, kur më pyetën ti çfarë mendimi ke për UFO-t. Dhe unë thash nuk e kam menduar ndonjëherë sepse kam qenë shumë i zënë. Dhe ai tregon se çfarë ka treguar James përpara se të bënte deklaratën para 3 javësh. Ai thot, pra Luis thot për Jamesit që është një nga shkencëtarët më të mëdhenj. Unë jam shkencëtar, unë vetë thot, sepse jam biolog, por James Lackansky është një nga shkencëtarët më të mëdhenj në shërbimet sekrete dhe ka punuar në Pentagon që kur ishte i ri. Në fakt, kur arriti në këtë zyrën që do punonte me Jamesin, pra Luis u shpreh se nuk dinte se çfarë përgjigje do të jepte nëse do të ose definicioni, si mund të quhet, se si janë UFO dhe nëse ekzistojnë. Për mua, unë nuk e kam menduar asnjëherë, thoshte Luis. Mirë po, James që në atë moment tha, më drithëroi, sepse më tha, po sikur të ekzistojnë me të vërtet, po sikur një pjesë atyre të jenë real, ti çfarë do mendoje? Dhe ta thot një shkencëtar
të vinë drithërimat, thot Luis Elizondo. Dhe doja t'ju thoshja, ju, çfarë mendimi keni në këto objekte që shfaqen në disa vende të botës, sepse do t'ju them, James, pra Dr. James, nuk flet vetëm për Amerikën. Prisni pak, sepse ka kooperuar së bashku me kinezët, me shkencëtar kinez, së bashku me japonezët, bile japonezët ka qenë të parët, dhe tani po ju them. Pikë së pari, si ju thash, e prisja këtë informacion, e prisja që të bëhesh publik, jo sepse nuk e dinim, jo sepse nuk e dim ne që nuk ka, ose që ka. Ne e dim shumë mirë, por ideja është që deri kur e thonë konspiracionistët mbeten në atë arenë mistershme, por kur e thot një shkencëtar ndryshojnë gjërat. Çfarë ka ndodhur? Ai bëri një studim të hollësishëm. Në vitin 2021 ishte detyruar që të bënte një raport. Ka bërë një raport, pra James Lackansky, ka bërë një raport për të gjithë situatën e këtyre objekteve UAP, ose më mirë UFO. Në Pentagon, para 2 viteve, u bë një deklaratë e hapur dhe merrini me mend, fajli që u përgatit nga Dr. James Lackansky. Pikërisht ky e bëri. Ky bëri atë të detajuar. Duhet të dini që ai di se si mund të punojë një makineri, si mund të shtyhet një pajisje me anë të propulsori, me anë të helikave, nëse ka një motor, nëse ka del gaz mbrapa ose del tym etj. Çdo të thotë kjo. Një shkencëtar i tillë, ky James Lackansky, e di shumë mirë që nëse do të shikojë një objekt, ai të thotë pak a shumë 80, maksimumi 90% në shikim të parë të thotë se çfarë objekti është dhe si është krijuar ky objekt, si është ndërtuar. Mirë po, disa objekte, pothuaj 20% e këtyre objekteve UAP ose UFO, sipas profesorit, nuk janë njerëzor, nuk mundet që të jenë njerëzor. Për shumë arsye, do t'ju them thot ai se përse. Atëre pikë së pari, këto objekte shfaqen nga hiçi, pra në dimensione. Shfaqen nga materia. Si mund thuhet? Formohen nga materia dhe shpërbëhen nga materia. Pra antimateria, ne e njohim si është antimateria, por ne nuk dim ta përdorim, sepse nuk e kemi këtë teknologji. Është e pamundur. Sot çdo lloj shërbimi sekret, çdo lloj shteti nuk e ka teknologjinë të shpërbërjes së një metali dhe ta përbëjë edhe një herë. Pra ta zhduk apo ta ripërbëj. Pra materin dhe antimaterin ne nuk kemi mundësi. Gjëja 1. Pra ky është fakti 1. Fakti 2. Këto lloj objekte duket sikur të jenë të telekomanduara nga biologjia. Ç'do thot kjo? Nuk janë të telekomanduar nga brenda, nuk kanë një, si mund quhet, një qenie që të jetë brenda aty t'i komandoj. Nuk kanë një, si që jemi mësuar ne për shembull me një pilot. Nuk kanë pilot, absolutisht jo. Por këto dhe tjetra thot, këta kanë një interakcion këto objekte me kë i shikon, me atë që i shikon kanë interakcion. Në qoftë se keni vënë re, kemi thënë për shembull për disa njerëz që me anë të mendimit mund të thërrasin UFO-t. E keni dëgjuar këtë? E kemi bërë në një nga videot dhe kjo është reale, nuk është se e bën kushdo. Edhe ju, nëse doni ta bëni gjë të tillë, shkoni në majtë një kodre, mjaft të mendoni për një UFO, ju del një ditë apo një tjetër do të dali, se s'bën. Ky është një fakt i pakundërshtueshëm, ç'është e vërteta. Dhe James kishte mbledhur informacione gjithandej. Për më tepër e dinte në bazë të disa informacione që këto shfaqen nga zeroja dhe disa dëshmimtar thoshin që sillen sipas dëshirës së dëshmimtarit. Dhe James, duke matur këto të dhëna dhe duke parë këto të dhëna, ka lënë deklaratën. Dhe ai në deklaratë thotë që këto objekte, duke u shfaqur nga hiçi dhe duke u sjell sipas dëshirës së njeriut, pra për këdo, sepse ka patur raste, jam pak i emocionuar për këtë, sepse është vërtet një deklaratë shumë e fortë. Ju nuk e kuptoni, ndoshta dikush nuk e kupton, por shumë e fortë të thuash që sot viti 2026, të thuash që ka objekte jo njerëzore që shfaqen nga hiçi në këtë dimension, pra në këtë botë. Atëre çfarë janë? Është shumë e fortë, është drithëruese. Dhe po thoshja, jam pak i emocionuar, por ndjes. Këto ka patur raste që në një vend kur i kanë parë 2 apo 3 dëshmimtar, që të 2 ose 3 këta dëshmimtar kanë
dhënë disa informacione që nuk përkojnë të përbashkëta me njëri tjetrin, pra nuk janë të njëjta me këdo. Sepse dikush ka parë një ngjyrë tjetër, dikush ka parë ndoshta një qenie brenda, sepse në bazë të mendimit, jo sepse ka qenie, sepse shkencëtari thotë që nuk ekzistojnë qeniet brenda, nuk ka. Por janë të manovruara nga biologjia, çdo të thotë kjo. Sikur të jenë të formuara nga mendja, jo nga mendja njerëzore, por nga një mendje që nuk është këtu, nuk ekziston këtu, ose ndoshta ekziston këtu, thot shkencëtari, por në një tjetër dimension. Ose ndoshta është një formë, si mund të quhet, kontakti që këto forma jete kanë me atë formë jete, sepse është një formë jete, pra objekti nuk është një objekt si më themi, një trup si metal. Jo, por sillet tamam si një qeliz, pra në bazë të një mendimi. Nuk e dim kuptuat apo jo. Sillet për shembull ngjyra, forma, si mund ta them unë, shkëlqimi çka. Nëse për dikë për shembull, nëse ti je i qet, ai ka ngjyrë të qet. Nëse ti je i acarruar, ka ngjyrë të kuqe. Çdo thot kjo. Nëse e mbani mend, këtu do ta lidh me teorinë e Grimcave. Teoria e superstringve, nëse e mbani mend, e kemi folur të. Në teorinë e superstringve thuhet që si e shikon shkencëtari, sillet edhe Grimca. Pra në bazë të si mund të quhet, kemi diellin përballë, në bazë të dëshirës që ti ke, sillet edhe Grimca. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me këto WAP. Tani, çfarë thot James Likanski? Përveç kësaj, thot janë 3 fakte të pakundërshtueshme, thot. E para që shfaqen nga hiçi, nga zeroja. Pra nga zero. Dhe ky është një fakt i padiskutueshëm. Dhe nuk ka ndodhur, thot, vetëm në Amerikë. Mos mendoni, thot, siç thot ky Luis Elizondo. Luis Elizondo thot një fjalë të rëndësishme. Thot, shiko, ju mendoni, thot, se kam dëgjuar shpeshherë, thot, për shembull jashtë Amerikës, mendoni, thot, që këto gjëra ndodhin vetëm në Amerikë. Jo. Ne, thot, mundohemi që të informojmë me aq sa dim, thot, por edhe në vendet e tjera, thot, sepse Amerika ka një gjë. Ai nuk e thot publikisht, por ka një gjë. Amerika kontrollon çdo shtet, çdo vend. Ç'është e vërteta. Dhe nëse do të flasim për shembull për UFO-t, ata i dinë të gjitha informacionet dhe janë të parët që flasin. Duke qenë të parët, ne na duket sikur vetëm në Amerikë ndodhin, por nuk ndodhin vetëm në Amerikë. Keni fakte në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, në Maltëzi, keni fakte në Francë, në Belgjik, në Zvicër, në çdo vend të globit ekzistojnë UFO-t. Tani, një pjesë prej tyre nuk janë njerëzore, nuk janë drone, nuk janë objekte të krijuara nga njerëz, sepse thuhet që edhe në Gjermani, gjermanët thuhet kanë disa teknologji të zhvilluara nga vitet 60-70, i kanë zhvilluar që janë tamam si forma e UFO-ve, të paktën kështu thuhet, sepse janë bërë dhe prova. Por me kalimin e kohës, këto të dhëna janë zvanitur dhe ndoshta nuk është e vërtet. Edhe sikur të jetë e vërtet, shkencëtari thot mua nuk më ndryshon gjë, thot. Unë po e them, thot, sepse duhet, thot, në radhë parë, sepse më kanë detyruar që them të vërtetën. E dyta, thot, po e them publikisht, po vë faqen time, thot. Fytyrën time, po e them publikisht, thot, që këto ekzistojnë. Këta objekte të pa identifikuara, të quajtur WAP, ekzistojnë. Tani do t'ju them ndryshimin pse UFO dhe pse WAP. UFO, Unidentified Identification Object, më falni, jo projekt, sepse është një objekt i pa identifikuar kur thua UFO. Kurse Unidentification, pra me U, WAP, është ndryshe. Sepse këtu e kanë ndarë, ndaj thot edhe ky shkencëtari, ky tjetri, Elizondo thot e ndryshuam, thot, nga UFO në WAP, sepse duhet nënvizuar, thot, që disa janë objekte që të krijuara nga njeriu, kurse të tjera jo. Dhe këtu duhet analizuar. Ne analizojmë WAP, jo UFO. Kujdes. Pra kjo është diferenca sipas Elizondos. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për një deklaratë të tillë? Thash, deklarata e James Likanskit, këtij profesorit, shkencëtar, ky fizikan, thotë që
unë kam kooperuar, thot, edhe me shkencëtar të tjerë, thot, fillimisht me ata të japonis, pra japonez, pastaj thot me kinez, pastaj thot me francez, me të gjithë thot, me italian, madje të disa universiteteve, dhe në të gjitha këto vite, thot, nuk kam bërë gjë tjetër, thot, vetëm kam analizuar objektet që na janë shfaqur, pra qoftë ato nga ushtria, por qoftë edhe nga fonte, si quhen, nga burime të rëndësishme të njerëzve. Pra kur thon për shembull dikush që ka shenja në trup, ka objekt për shembull të një UFO-i etj. Thot një gjë tjetër, James. Profesor James thot që nuk ekziston, thot, në këtë planet, thot, që dikush nga njerëzit thot të ketë një objekt jashtëtoksor. Nuk është e mundur, thot. Për shumë arsye. E para thot që këto nuk janë njerëzore, e dyta thot që nuk mund të prekë, e treta thot që janë shumë të zhvilluar se ne dhe nuk janë të paprekshme. Dhe nuk mundet thot njëri të ketë thot një pjesë. Nëse ka ndonjë pjesë, ndonjëri që thot që deklaron që ka një pjesë të një objekti UFO, padyshim thot ai është njerëzor. Pra objektet UFO thot ekzistojnë, janë real, por ne nuk dim se nga vinë, nuk dim se si shfaqen, nuk dim si mund të shfaqen nëpër dimensione, nuk dim se ku shkojnë kur zhduken, nuk dim t'i kapim sepse nuk kemi kapur as edhe një. Deri tani thot ato çka kemi zbërthyer ne, thot, sepse projekti i këtij që ka qenë drejtor, siç ju thash, në Pentagon, quhet AAW-SAP. Mbajini mend që ta dini. AAW me fjalë W, SAP. SAP. Ky është projekti që ka qenë, ose mirë A-tip, dhe një projekt tjetër që ishte më përpara, ku thërriti edhe këtë Luis Elizondon, dhe i kam shënuar sepse nuk i mbaj mend të gjitha, por po thosha, çfarë mendimi keni ju për një deklaratë të tillë? Dhe po tani, çfarë ndodh? E di që për disa kjo do të kaloj tamam në një formë banale, por thënë thash nga një shkencëtar që që ne kemi parë në gjithë botën. Në gjithë botën, të gjithë kanë parë ato videot që ai shkencëtar ka analizuar. Dhe ai ka lënë deklaratën në çdo, me fjalë ka lënë të dhënat e të këtyre informacioneve, dhe në bazë të deklaratave që ai ka bërë, janë përballur në gjyq dhe në Pentagon kur u bë deklarata e famshme e objekteve UAP. Dhe ai tashmë e thot publikisht, pra profesor James Ikanski, e thot publikisht tani që UAP-et, me fjalë, ose UFO-t ekzistojnë. Një pjesë prej tyre nuk janë njerëzore. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe kalofshi një ditë bukur. Gëzuar i majt.